Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Në Zë më mirën podcast është Alaudin Hamiti i Kosovës, jo i Big Brotherit, i podcastit, i një rrëfimi për jetën. Të ka marrë 1 orë nga Big Brotheri dhe do të flasësh për jetën tënde, do të flasësh për veten tënde. Nga cila anë është, nga sakrifica apo nga luksi? Është luks të ikësh pak nga bota e Big Brotherit dhe t'ulesh të bësh një bisedë normale me Mirën Tiranë. Përshëndetje, Mira, fillimisht. Dhe kënaqësi që t'jem këtu. Në fakt është nga pak të dyat, edhe luks edhe sakrificë. Është sakrificë sepse ai format nuk pushon kurrë dhe duhet të jesh gjatë gjithë kohës aty, pa gjumë, pa ditë pushimi, por në anën tjetër është luks me dalë nga ajo kupoll ku jeta jote është vetëm Big Brother dhe asgjë tjetër. Në përpjekje për të kuptuar se çfarë ndodh me Alaudinin, me që ne do të takoheshim bashkë për këtë podcast, u futa dhe po shikoja se çfarë ndodhte në natën e Prime-it, në Prime-in tuaj. Edhe sigurisht po të fillosh ti ndjekësh, mbetesh aty, fillon del algoritmi dhe vijnë videot shorts të personazheve. I kisha parë personazhe në fakt, e kisha kuptuar dhe unë, po nuk e dija ku ishin në Tiranë, te Big Brother i Shqipërisë apo i Kosovës, pas kanë qenë të Kosovës ata që po më dilin më shumë në Instagram. Nuk e di, nuk më pëlqen të moralizoj, dhe këtu nuk ka marrë për të folë vetëm për Big Brotherin, përkundrazi dua të flas me ty, por ti gëzohesh shumë që ndiqet kaq shumë Big Brother? A sheti pak trishtim, pak shqetësim aty brenda? Që shoqëria jonë sheh vetëm Big Brother? Nga ana profesionale po patjetër që gëzohesh, sepse në një formë e tregon suksesin edhe e shpërblen mundin dhe ato sakrifica që ne i bëm, siç e thash edhe në fillim, kur fillon Bigu, ky spektakël nuk pushon, nuk është vetëm 2 herë në javë Prime, po është 24/7 gjatë gjithë kohës. Është sikur të ecësh mbi vezë, nuk e di se ku kriz diçka dhe je në gjendje alarmi, sa herë bën telefoni është çka ndodhi tash. Po nga ana tjetër, ndoshta është pak e trisht, sad që një popull me 1.5 milion banor në Kosovë, po e përfshim edhe Shqipërinë me 2.5-4 milion përgjithësi, sa janë të aq të apasionuar pas Big Brotherit. Kjo tregon ndoshta edhe një jetë të zymt ndoshta që ne kalojmë, edhe një monotoni që kemi dhe në përgjithësi pastaj një dritare shprehse ose një dritare dhe një tabelë qitse e gjejmë tek Big Brotheri. E the bukur këtë, edhe unë në fakt e mendoj si një argëtim, si një lloj sporti kombëtar tashmë, është një arratisje pak nga hallet e tua. Të pëlqen ndoshta të shohësh dikë që po gabon në vendin tënd dhe po skrutinizohet, po shigjetohet ai dhe jo ti. Na pëlqen pak jeta e tjetrit, ka qenë gjithmonë kuriozitet. Gjithmonë na pëlqen që të përzihemi pak edhe në punët e të tjerëve, por ne e kemi shumë më lehtë të kritikojmë dhe të gjykojmë dikë nga ekrani i ulur në divan të dhomës së ndenjës, se sa të ndoshta të përballemi me problemet tona. Po, shumë e vërtet. Duam të ikim realitetit. Të gjitha shoqëritë besoj. Po të gjitha. E tregon komentuesi. Nuk është kjo për të fajsuar ose për të vur gishtin, po në anën tjetër është ikje nga realiteti. Dhe duke gjykuar ndoshta edhe të tjerët ose në këtë rast banorët në Big Brother, pak a shumë gjykojmë edhe veten, se shohim veten. Në secilin prej atyre karaktereve që janë, e gjejmë veten diku, deshte apo nuk deshte. Ka një arsye që ky show, ky Big Brother, ky lloj programi i ka bërë kaq shumë për vete shoqëritë. Ne ndoshta jemi pak dhe te ne sundon shumë, besoj është shumë i ndjekur edhe në Angli, edhe në vende tjera, por te ne sikur është një përmas e fortë dhe e rrezikshme. Megjithatë njerëzit të gjithë e shajnë dhe të gjithë e shohin. E vërtet. Kështu që fakti që e shohin ka shumë faktor, po duhet flasim psikiatrit, psikologët edhe nuk do ta vë ty këtë barë. Finalja kur është?
Apo ta themi në fund fare? Kur do nuk kish punë? Do ta themi në fund fare. Dëgjoni Alaudinin. Nuk e di nëse duhet ta them, sepse nuk do ta zbulojmë deri varet kur transmetohet ky podcast. Të premten. Okej. Shumë shpejt është finale ata, themi kështu. Shiko. Duhet jetë, në fakt jetë intensive kjo me Big Brotherin. Kur kam folur me Arbana Osmanin, sa që pëlqente dhe sa që lidh shumë me atë, duket që Arbana e deshi shumë atë format. Por ai që edhe më foli pak për presion dhe tension dhe një nevojë për t'ikur që ato muaj ti nuk jeton, më ka thënë. Nuk jeton fare. Në fakt, prej momentit kur nis dhe derisa mbaron, luhatjet emocionale që i ke brenda vetës janë shumë të mëdha. Vjen një pikë nga fundi ku ndihesh që i pafuqishëm në fakt. Ndihesh i mbështetur për muri dhe thua që kjo është hera e fundit që e bëj. Pasi mbaron, e mbledh veten, kalon një muaj, është harruar e gjitha kjo, vinë prapë emocionet edhe jeta pastaj duket si një vijë lineare, duket pak monotone prej kësaj adrenaline në baza ditore, gjatë gjithë kohës, deri në 5-6 mëngjesit pa gjumë, edhe zgjohesh në orën 10, 11 dhe prapë vetëm Big Brother ke. Por është satisfaksioni pastaj që të jap. Kjo është një lidhje toksike që ke me Big Brotherin, ose edhe unë që kam këtë rast. Besoj që diçka toksike e ka bërë kaq të suksesshme. Ti ke punuar në televizion prej shumë vitesh. Po. Çfarë mendon Alaudini sot për televizionin? Televizioni në fakt është në një fazë ku po mundohet ta gjej veten dhe të ekzistoj. Është duke imitu shpejtësinë e rrjeteve sociale dhe kjo në këtë garë e bën televizionin të humbë gjithmonë. Por, mendoj që televizioni është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për shkak se vazhdon të jetë ende i vetmi mjet që ta jap ndjenjen e komunitetit ku i mbledh njerëzit për një ngjarje madhore temi, qoftë Big Brother këtë rast, apo edhe ndonjë finale e Champions League-s, që të shohin një gjë të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Përderisa me rrjetet sociale mund të jemi secili këtu në një dhomë, po ai është me telefon dorë, unë jam me telefon dorë, ju jeni me telefon dorë dhe shohin çka dojnë. Unë edhe televizor shoh me telefon në dorë. Po prapë, kur është një ngjarje madhore, është ndjenja e mbledhjes që të jemi të gjithë bashkë. Po telefoni nuk është që ta jap këtë ndjenjë. Mes këtyre dy mbiemrave, cilin do zgjidhje për televizionin, i humbur apo i uritur? Paksa i humbur. Paksa i humbur pikërisht në përpjekje për të mbjetuar dhe për ta gjetë veten në këtë tranzicion që po kalon gjithë bota digjitale. Po, Alaudin, ka shumë ankth për klikimet në besoj kudo, por ne flasim për ato që shohim, prekin dhe jetojmë vetë. Ka shumë ankth për klikimet. Ky podcast në fakt ka nisur me shumë pak ndjekës, 100 në YouTube, 200, 1000. Unë e them pak me humor, që në fillim kisha vetëm mamin që më dërgonte okej për punën që po bëja. Nuk më kanë inkurajuar shumë në fillim, sepse sigurisht të gjithë jemi të vetëdijshëm që Big Brotheri, spektaklet e reality show në përgjithësi, apo urrejtja, skandalet, titujt bombastik, marrin klikime, marrin vëmendje shumë se sa një podcast ku ti bën një bisedë normale. Qofshin këta njerëzit më të ditur. Unë e kam më shumë se gjysmë milioni sot, pas 4 vitesh klikime Robert Ndrenikën, po kam frikë se një debat në Big Brotherin e Kosovës apo të Shqipërisë i merr këto për një javë. Ose edhe për një ditë. Se nuk doja që po dua dhe ta ruaj. Dhe çfarë mendon për shembull, ja ku jemi, të dy jemi gazetar, edhe hajde ta themi hapur ashtu siç është, unë sigurisht që trishtohem pak, që
mendje të bukura, mendje interesante, marrin klikime, është e njëjta shoqëri dhe çfarë ndodh me një debat krejt banal që është kaq interesant për njerëzit. Okej. Është përgjegjësia jona apo e shoqërisë? E ne gazetarëve, e ne që e juve që bëni televizion, e unë që bëj gazetari, e kolegëve të mi, të tu, apo është shoqëria që këtë do? Po e nis pak me këtë debatin banal që e përmende. Njerëzit duan ndjenjë. Dhe në fakt, kur observon atë ndjenjë, ne instinktivisht e marrim atës dhe e përpunojmë edhe e duam sepse e ndjejmë. Nëse bëhet një debat më intelektual, jo domosdoshmërisht gjithmonë duam të mësojmë, sepse një mendim më i thellë kërkon pak a shumë edhe sforcon intelektualitetin me gjithë secilit. Duam që të shkarkohemi. Sa i përket klikimeve, këto gjithmonë kanë ekzistuar, po tash janë bërë në numra, sepse kush bën televizion gënjen që nuk i ndjej klikimet, sepse klikimet janë mbjetesë, po në një farë forme edhe vule asaj që dikush po të dëgjon dhe mesazhi po shkon tutje. Ajo çka duhet kemi kujdes është që duke ndjekur këto klikime apo edhe shikime, mos të humbasim besimin tek shikuesit. Më pëlqeu ajo që the që njerëzit, edhe unë bëj pjesë tek ato profesionistë që nuk gjykoj asnjëherë shoqërinë, se unë mendoj që audienca është e zgjuar, audienca është aty, nëse do t'i japësh një gjë të mirë, do ta përthithi, nëse do t'i japësh një gjë të keqe, mund ta tresi dhe atë, por do ta helmosh. Sigurisht, është e njëjta audiencë. Unë kam një podcast shumë të ndjekur, nuk vuaj për klikime, por asnjëherë nuk mund të arrij nivelin e diskutimit të Albës dhe të Limit. Për shembull, i kam parë në Instagram dhe shikoja vëmendjen. Dhe ajo që the ti dhe mua më pëlqeu pak është se njerëzit me sa duket duan dhe gjëra të thjeshta dhe nuk duan që të impenjohen shumë. Ne jemi një shoqëri e ngarkuar, sidomos në vendin ku jetojmë, me gjithë ato problemet ditore, me gjithë këtë kaosin që përjetojmë. Po flas për Kosovë, po besoj është pak a shumë e njëjta gjë edhe në Shqipëri, me gjendjen politike, ekonomike, financiare. E kuptoj. Mandej televizioni duhet jetë pak a shumë edhe një dritare ku thash mund të shkarkohesh emocionalisht, mund të gjesh një personazhe me të cilat ti identifikohesh në një mënyrë apo tjetër, është një pasqyrë që të vihet përpara dhe nuk mund të ikësh, prandaj këtë rast Big Brotheri apo Alba dhe Limi ngjallin emocionet e ta, sepse e shohin veten. Ka gjëra që pëlqejnë, po ka gjëra pastaj kur i shohin dhe ballafaqohen pikërisht me realitetin, nuk e pranojnë dot dhe pastaj e shfryhen duke u shprehur në mënyra të ndryshme. Okej, shkojmë tek jeta reale. Edhe pse Big Brotheri është real në fakt, edhe kjo është një nga gjërat e suksesit, sepse është diçka që ti e shikon 24 orë. Është real, është në fakt, ku e the që është një nga gjërat e suksesit, unë besoj pikërisht është ai emocion i papërpunuar që shfaqet në ekran, dëpërton edhe të shikuesi. Dhe njerëzit e duan këtë, e mendoj. Unë e mora vesh vetëm ditët e fundit që Alaudini simpatik që prezanton me aq elegancë në Prishtinë, në Kosovë prej vitesh tashmë, ishte i martuar me 3 fëmijë, njëri më i bukur se tjetri, me një grua më e bukur se Alaudini. Se Alaudini, po patjetër, gocat, po të dy të bukur shumë, me një familje shumë, vërtet ishte një fotografi e bukur, dhe unë nuk dija gjëra për jetën tënde, ndoshta se ti nuk e dhënë shumë intervista? Mund të jetë kjo që nuk kam japë shumë intervista, edhe në fakt e folëm edhe më herët që ndihem pak në siklet kur jap intervista, sepse jam mësuar me i majt frenat e bisedës duke bërë pyetje e jo duke u përgjigj. Po në anën tjetër nuk e kam pa edhe shumë të arsyeshme edhe të nevojshme me jap intervista për shkak që gjatë gjithë kohës kam qenë i pranishëm në televizion edhe
ajo për mu përbën atë Alaudinin, të cilin e shohin njerëzit, po që është edhe real, edhe në jetën profesionale, por edhe private, dhe nuk e kam pa atë arsysh me folë për jetën private, shkaku që mu ka do që ndoshta edhe të tjerëve mund të mos ju interesoj. Po, kështu më the dhe mua që a ka mund diçka në jetën time për të folur në podcastin tënd, e mora si kompliment, sepse ashtu po ma jepi, po pa dyshim që ke. Unë them, të gjithë njerëzit e kanë një story. Patjetër. Thash pak edhe si nga Prishtina. Të gjithë njerëzit e kanë një story. Të gjithë njerëzit, po t'i gërvishtësh, kanë brenda shumë çka për të thënë. Absolutisht. Jo më njerëz që janë në jetën publike dhe për ta kurioziteti është edhe i shtuar. Po, Qa do thoja? Po thoja që të gjithë e kanë patjetër një histori dhe nëse gërvish edhe dëpërton fell, dalin gjërat të cilat mund të komunikohen edhe të bisedohen, po a duhet gjithçka çka është private edhe të flitet, sepse kohëve të fundit e kanë vrejt. Nuk e di nëse është, po kthehemi pra pak të Big Brotherit, nuk e di nëse është efekti i Big Brotherit, po shumica e emisioneve që bën, edhe televizive, e kanë si për qëllim pikrisht me i kap këto emisionet edhe me tregu rrëfime të cilat, mund të prekin, por gjithmonë përfundojnë pak a shumë me lot në vaj dhe në një farë formë qëllim në vetvete. Ti ishe, një gjë tjetër që mësova për ty është se ti ishe lindur dhe rritur në Finland? Jo, kam lind në Kosovë, po jam rrit në Finland edhe kam jetu deri në moshën 21 vjeç. Okej, që nge formuar. Po, në fakt, Finlanda është një shtet i ftoftë, i cili ta mëson me u njoft me heshtjen dhe me respektu hapësirën. Kjo më ka konvenu mu gjatë zhvillimit tim si Alaudin. Edhe më ka majt me kohë në tokë. Po e mbajnë men, kur jam thy prej Finlande në Kosovë, normal mentaliteti, pikrisht që kam bizotru në Finland, ka bërë që dukem pak si weird. E çuditshëm? Po, në Kosovë. Weirdo. Në weirdo, eksakt. Por, ma ka japë qetësinë në mesin e këtë këtij kaosi kur ka marrë që ka qenë një shok kulturor për mu, pavarësisht se unë jam shqiptar. Ti mendon që tek njeriu, tek temperamenti ndikon kultura në cilën rritesh, më shumë se sa genetika dhe familja e vogël, familja bazë, bërtham? Në mu ka rezultu tjetë e tillë. E mira e kësaj Finlandës në kaosin e Prishtinës apo dhe Tiranës, se të ngjashëm jemi me njëri tjetrin. Ka qenë fakti që ti nuk je nxituar, ku të ka ndihmuar konkretisht, që e ke vërejtur ti që ke thënë që ky formim, kjo lloj distance higjienike që unë vendos me disa raporte pune miqësore apo gjithfarë lloj, më ka ndihmuar dhe sa mirë të ishte të ta kishin më shumë njerëz, se kur je i vetëm dhe pak weirdo, siç thua ti, mund të kthehet edhe në bumerang, mund të kthehet dhe kundër. Nuk është që nuk është thyrë në bumerang, po në afat gjatë ka dalë më mirë tjetë, sepse këtë kam apliku si në lidhje, si në shoqëri, si në raporte pune me kolegë, edhe kjo qetësi që më ka japë Finlanda të bën me hesht, sepse në heshtje reflekton dhe nuk thua fjalë që thuhen në afekte që mund t'i lëndojnë të tjerët. Që mund pendohesh më pas. Pse mendon që ne si shoqëri nuk e kemi të strukturuar, të edukuar, të gdhendur heshtjen? Pse nxitohemi, pse jemi kaq të zhurmshëm ne? Pse janë ata kaq të qetë? Sepse ne jemi në jug, ata janë në veri. Okej, është veriu, është i ftohti që i ka bërë. I ftohti që i ka bërë dhe ne jemi këtu me alegria. Sot, prej kësaj perspektive ku jam shumë e vlerësoj ato që më ka japë Finlanda, po edhe dua këtë që më ka bërë Kosova dhe Shqipëria, që më ka kriju, se më ka bërë një mix të mirë, sepse edhe ashtu të jesh, është shumë qetë. Jo mundu mi marë, apo i ka marë më të mirat nga të dy anët. Prindrit e tu çfarë janë? Nana ka qenë kontabiliste, babai në një pik ka punuar polis, në gjenerata e parë e policëve në Kosovë, në ish Jugosllavi, edhe pastaj ka qenë menaxher i hotelit Grand në
në Prishtinë. Deri në pikën kur është detyruar që pik nga Kosova, edhe është nisur për Angli, ka përfunduar në Finland, edhe për disa vite kemi jetuar vetëm me mamin, unë si fëmijë vetëm, dhe pas në vitin 90, në 91, jemi bashkuar me babin në Finland. Ti je fëmijë vetëm, nuk ke as motër edhe vëlla? Deri në moshën 18 vjeçare kam qenë fëmijë vetëm edhe shumë i llastun. Po pastaj kam edhe një vëlla tjetër që ka lind në Finland. Okej, mami dhe babi kanë rigjetur edhe dashurinë edhe sa mirë. Po sa vite ka ndonjë mami pa takuar babin? Edhe ju? 3 vite. Okej, se mendova pak më shumë Jo, edhe thash një kohë gjatë. Po ka qenë fundit 80-ave, në atë kohë kur situata është përkeqësuar shumë në Kosovë. Okej. Dhe gjithë prindërit, vetëm se kanë qenë shqiptar, janë larguar nga punët. Unë e di, në atë kohë ka pasur dhe protesta për helmimin e studentëve që janë bërë shqiptar, dhe neve që jemi largu nga shkollat sepse jemi shkolluar në për shtëpia në atë periudhë, edhe dilnim me qelsa në dorë. Ka pas një organizim kolektiv shqiptarëve fantastik në atë kohë. Dilnim në për robor me qelsa, bënim zhurmë në orën 8, pastaj me qirin, ecnim në për rrugët e lagjeve, dhe pastaj sa herë që ktheheshim, kishim frikë sepse në pallatin ku jetonim ka qenë mix, ka pas edhe serb. Ata çdo lëvizje shikonin dhe të nesërmën, me qenë se ishim vetëm unë dhe mami, i shkonin i trogenit mamin deri dhe thonin djali yt, sa kam qenë unë në atë kohë, 8-9-10 vjeç, ka dalë protesta dhe është shqiptari. Një fjalë ofenduese që ata e kanë përdorur për neve. Sa vjeç ishe ti? Unë jam 80, kështu që ke ka ndonë. Ne që kemi moshëtar. Po. Mos më thaj që ke lindur dhe në prill. Jo, në nëntor. Okej. Shigjetar. Je shigjetar, më pëlqen shigjetari. Shigjetari është një bukur. Nuk ka qenë e lehtë. I kujtoj dhe unë protestat. Nuk e kam ndjesh shumë këtë presion, po pastaj, kur jemi rrit, kur kemi ikë në Finland, kur kemi filluar dhe me folë me psikolog, se nuk kemi di çfarë është trauma në atë kohë. Kemi sinqert, e kam zbulu krejt. Cila ishte? Ndjesi që ka qenë një presion psikologjik që kishe frikë nga hija jote. E trajtove në Finland këtë? E ke zgjidhur me veten ka? Po besoj që po, edhe në moshën që jam mësu që punoj me veten, edhe që jam në këtë pikë ku jam që jam shumë rahat në lkurën time dhe s'kam nevojë me u bë dikush tjetër për me undi mirë. Kur je ti vetëm, larg ekranit, larg intervistave, Alaudini në divanin e ti, në botën e ti, çfarë ndjehesh, çfarë i thua vetes? Që je rahat, që je mirë, që i ke bërë gjërat mirë? Jam shumë okej, jam shumë në rregull. Jam shumë në rregull, po është një rrugtim shumë i gjatë, Mira. Nuk është diçka shumë e lehtë, sepse gjatë viteve ne krijohemi, zhvillohemi, mësojmë, zhgënjehemi, gëzohemi, gjithë ato dhe këto emocione sikur të forta që janë pozitive, po ato negative lën shenjë brenda nesh. Edhe pastaj kur kalon stuhia, vjen qetësia, atëherë dalin në sipërfaqe gjitha ato presionet dhe mendimet që i ke pas. Kështu që për gjatë periudhës që kam kaluar, nuk e kam pas të lehtë, po ka diku 8 vite që ndihem shumë mirë në lkurën time. Jam ai Alaudini që jam para teje, para ekranit, pas ekranit, pasi me fëmijë, me veten, me shoqërinë të gjithë, jam ai po i njëjti. Nuk kam nevojë me u zhvesh prej roleve, sepse gjitha ato role të cilat me janë vënë, apo epitete, janë pjesë e imja dhe jam ky që jam sot. E vërteta na bën të lirë. Na bën të lirë, por edhe vërteta është shumë e vështirë. Do kur ajo, por në fund na çliron. Na qetëson dhe na vendos në një front mirë të jetës dhe ti pastaj nuk ke më se njerëzit humbin shumë energji duke u fshehur pas gishtit. E vërtet. Dhe sa keq. Është shumë keq dhe shumë vështirë. Po ta dija më herët këtë gjë do veproja ose do i kurseja vetës shumë vite.
Alaudinit 25 vjeç, çfarë do t'i kishe kursyer, çfarë do t'i kishe, ku do doje ta kishe mbrojtur, në çfarë dite, në çfarë momenti, dhe për çfarë përjetimi do t'i thoje përjetoje, bëje? Alaudini 25 vjeç, do i thoja mos ki frikë prej gabimeve në televizion. Okej, po. Thjesht, po më duket që ka dallim Alaudini 25 vjeç me Alaudinin e vogël. Në moshën 25 vjeç, Alaudini veç ka fillu me i hap syt, me përjetu jetën. Do i thoja vetëm guxo, dhe tavanin që ta përcaktojnë të tjerët, mos e ki parasysh. Ta dija tash, do thoja edhe ëndra sa më shumë, edhe ëndra që duken më të pa arritura në botë, që sepse limitin i kemi vetëm kokën tonë. Për çdo gjë limitet i kemi brenda kokës. Nëse i heqim ato limite, çlirimi dhe gjithçka është shumë më lehtë për t'u arritur, edhe nëse dështon 100 herë. Unë i dua shumë, vdes për njerëzit që janë ëndërrimtar dhe asnjëherë nuk e marr super ëndërrimtar. Më pëlqen shumë se i dua njerëzit me këmbë në tokë në kuptimin pasi kanë arritur një sukses të madh dhe nuk i de suksesi tyre. Por nuk më pëlqejnë njerëzit shumë të kalkuluar dhe që mendojnë që vlera më e madhe e jetës është të ecin me këmbë tokë dhe të mos ëndërrohen shumë se disa ëndras janë për ne. Ne si shoqëri e ushqejmë shumë këtë, nëna tona në shtëpi, mos ëndro atë se s'të takon ty kjo ëndër. Pra ne jemi edukuar pak me ëndra që nuk na takojnë. Jemi edukuar ashtu edhe jemi edukuar edhe na është mbjellur një patern se si duhet jetë jeta, në këtë mosh, edhe në këtë pikë mbaron ti i ke arrit të gjitha dhe kjo është kulminacioni. Shumë e vërtet. Shpërthejeni atë flusk, sepse limite nuk ka limite. Edhe tash, në këtë pikë ku jam, gjithmonë ëndroj gjëra të reja. Sepse këto ëndra tash mund të quhen edhe ndoshta manifestime në ditë të sotme. Po, TikToku kështu e ka, por ne i themi ëndër. Përpara i kemi thënë ëndër. Po. Këto ëndra të mbajnë gjallë, edhe ta mbajnë atë fëmijën brenda. Edhe këtë do doja t'i thoja Alaudin 25 vjeçar, por që e ka mbajt në fakt. Mbaje gjallë fëmijën brenda, sepse ajo është zjarri që të shtymë përpara për eksperienca të reja, për jetime, aventura dhe harmoni në përgjithësi për rreth. Unë gjithmonë përpiqem t'i pyes të martuarit në këtë podcast për martesën, sa bukur që është edhe përgjigjen, për martesën jo si institucion, po për martesën si një udhëtim mes dy njerëzish që bashkëtojnë dhe ndryshojnë gjatë gjithë kohës. Ne ndryshojmë vetë. Unë nuk jam Mira që kam qenë para 5 vjetësh, aq më pak para 10 vjetësh, apo 15. Edhe Alaudini nuk është, po edhe partnerja, bashortja e Alaudinit nuk është e njëjta. Ne ndryshojmë tërkohës dhe gjithmonë dua ta kuptoj cili është sekreti për këtë vazhdimsinë dhe përballjen e krizave të vogla që janë krejt natyrale në dy njerëz që ndajnë një stre, një shtëpi, një krevat, edhe shpresoj një dashuri. Deri me tani, sekreti është që unë martesën si kontratë, që ata edhe jo si institucion, kjo më pëlqeu, nuk e du si kontratë, sepse më duket obligative. Dhe çdo gjë që është obligative, për mu është e mërzitshme. Bashkëtesën, martesën, e shoh si dy persona autonom të cilët vendosin me bë një rrugtim bashkë. Dhe ndryshimet që vinë janë të mirë së ardhura. Ato mund të krijojnë probleme vetëm nëse këto ndryshime ndodhin pa komunikim me partnerën. Edhe pa kuriozitet për partnerën që ke përballë. Nëse ka komunikim, edhe ndryshimet përqafohen nga të dy palët, që secili prej nesh e ka hapësirën edhe lirinë e qenurit vetja 100%, pa e bërë atë ndryshimin e sforcum, atëherë gjithçka është në rregull dhe ecim dorë për dorë. Komunikimi është dashuri apo dashuria e sjell edhe komunikimin? Nëse ka dashuri, ka edhe komunikim.
Nëse ka dashuri, ka dhe komunikim. Si quhet partnerja jote? Ylka. Ylka, Po. Yll. Ku e ke takuar Ylkën? Në Kosovë, Në Prishtinë. në Prishtinë, unë jam këthy prej Finlandës, si që thash edhe ma herët, dhe në një ditë të bukur vere, një mbrëmje të bukur vere, kam takuar. Edhe ajo ka jetuar në Zvicër, ka qenë pushime, por e bukra është që këtu që pas një kohë shumë të gjatë, në fakt kemi folë, sepse ajo gjatë gjithë kohës më ka pasi shënjestër, po unë nuk kam pas. Si një djalë sharlatan që kam qenë shumë ashtu në botën time. Edhe pas një kohë jemi njoftu dhe këmë vonë hemër. Është Ylka që të ka... Ylka është ajo që ka... Piketuar. Po, ajo që ka vrapu pas me herë. Edhe pse se kam ditë, të jemi sinqerë. Të pëlqen kjo gjë ty? Po, se ne kemi një raport shumë të mirë. Unë Ylkën, jo që e du, po e vlerësoj si njeri, për mua është njeri më i mirë në botë. Kur i the po Ylkës ti? I kam thonë me njëherë, po. Okej. Po ajo, në kokën e saj, ka folë me mu shpesh herë, ka përshëndet, po unë nuk e kam pa. Për momentin që jemi taku balë për balë, dhe kemi pas komunikim, aty kemi filluar. Po nuk e kemi pas letë asne. Nuk e kemi pas letë, sepse kam unë, si 21 vjeqar, tu silë vërdal, e shioja jetën e natës Prishtinës shumë, prej Finlandës që erdha pastaj, pasi që vendosa me jetu në Kosovë, edhe fillova punën në televizion, një farforme, eksploroja vendin, edhe mendoja se nuk isha njëri gatshëm që t'jem në lidhe, por ja ku jemi tash. Unë përgatitem për podcastet dhe një zogë më tha që pas atij Alaudinit aq të mirë, fshihet një Ylka shumë e zonja, një zhiv në marketing. Alaudini ka shumë cilësi të mira, por nuk do t'ishte këtu pa Ylkën. E thash këtë. Ma kanë thënë. Po. Po unë të lash ta thojë vetë. Dhe ta dëgjoj. Edhe Ylka nuk është që e ka qef këtë ekspozim, ka që të madhë, po është momenti edhe ja ku jemi po flasim. Çfarë tha për podcastin kur i the që do të shkoshte, që do të vishte kun? Nëse është një podcast ose një emision televiziv ku duhet të shkosh, është e mira. E di unë, gratë janë forca ime, ato i bindin dhe burrat. Unë shumë burra në fakt i kam gjetur nëpërmjet grave të tyre, për podcast gjithmonë. E po mirë që e thamë këtë të qaruar. Duen sqaruar, se po ta let pas sqaruar marrë shumë klikime. Leja që si një karem, e shef? Duhet një karem gjithmonë. 3 fëmijë? Djem, 2 djem dhe një vajzë. Pasa mirë. Si quhen? Nar, Mael dhe Eva. Eva më pëlqen si emër. Është nga këto emrat në çdo vend që të shkoj edhe në Afrikë të gjithë do t'i thrasin Eva. Po, njëjtë. Në të kundërtën nuk mund të themi njëjtë edhe për Narin dhe Maelin. Është shumë e vështirë me u shqiptu ose me u thonë në gjuhë të tjera, sidomos në frangjesht, Nari i vjen që është e zezë, ngjyrë e zezë. Po s'ka gjë. Jo, e zeza është klas, ai mund të... E adoraj. E zeza është ngjyra jote? Ngjyra ime preferuar. E Ylkës? Roze. E di se e bra këtë pyetje si këto që kur martojnë për dokumenta duhet fiksojnë mirë përgjigjet edhe t'i din, po njerëzit që duhen i din vërtet. Roze, ja the bukur Rozes. Kur flasim për familjen, familja është sigurisht është një stre. Po familja është edhe përgjegjësi, edhe barë. Po, fjallën si përgjegjësi nuk është që e pranoj, nuk dua ta pranoj. Më shumë familjen e shoh si një harmoni, e cila ta krijon strehen. Por përgjegjësia vjen pastaj që ta mbaj këtë ndjenjë të mirë në mes të familjes dhe fëmijëve. Fëmijët e tu e shohin Big Brotherin e babit? E shohin, sidomos vajza. Vajzën e kam thënë se numër 1, djemt janë të rritur, është okej. Më japin komente, por kaq. Po personazhet brenda i ndjekin, i kanë ato, nuk po të pyes kë, po pëlqejnë personazhet edhe... I pëlqejnë edhe natyrisht vajza shumë e re, 13 vjeçë, gjithmonë anon
Nga goca. Nga gocat edhe nga djemtë e ri, të cilët janë cool. Të cilët ajo ishte si cool. Me që dolëm të cool, në fakt, më dole shumë mirë. Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje tek Big Brother VIP Kosova është se në fakt e ka mundur të thyej disa tabu, dhe unë kam parë, nuk ma ka prerë mendja, vjet apo par vjet ishte një transgjinor, dhe që gati shkoj drejt fitores. Po, ishte në finale. Ishte, do më thënë, mendoj që dhe mund ta fitonte, dhe njerëzit e pëlqenin. Si e shpjegon ti që audienca në Kosovë i ka tretur, i ka procesuar këto tema që janë sot shumë tabu në vende perëndimore, ke Amerikën me debat shumë të madh, pavarësisht Europa ka një përpjekje pak më natyrale se Franca është Francë, edhe ka shpikur dhe puthjen, por në përgjithësi janë tema tabu, edhe është një shoqëri që kritikon, i pëlqen të gjykoj dhe të kritikoj për shumë faktor, dhe nga ana tjetër një Big Brother që me gjithë këto drithije, me gjithë këtë rrethan i vendosur në një mjedis ku s'është e lehtë të flasësh për këto tema, pa pritur unë kam parë dhe simpatit njerëzve dhe që i kam pranuar. Në fakt që nga sezoni i parë, kur kemi përzgjedh castin, nuk e kemi pasur asnjëherë në mendje tabun. Thjesht kemi dashur me pasqyru të gjitha ngjyrat e shoqërisë që ne i kemi, sepse për mua dhe për rrethin është normale që kemi edhe një gay në shoqëri, edhe një transgjinor, apo edhe drag queen, apo edhe çfarë do profesioni që është. Dhe mënyra që i kemi marrë në mënyrë normale dhe i kemi prezentu të publiku pa paragjykime, edhe shoqëria i ka pranuar dhe i pranon me lehtë. Këtë është qasja që aja jep këtyre gjërave. Pavarësisht që ne mendojmë si popull që ndoshta jemi pak më patriarkal dhe jo aq mendje hapur, kjo Big Brother e ka dëshmuar të kundërtën. Po, nuk rezulton kështu, ja. Sepse audienca, në fakt, më shumë është lidhur tek karakteri i tyre, tek historitë e tyre, tek rrëfimet që i kanë bërë, se sa çfarë ata përfaqësojnë. Orientimi tyre seksual, apo se si vishemi ne. Në fakt, Big Brotheri me gjithë të zezat e veta, ta jep mundësin dhe ua jep mundësin njerëzve që të tregojnë më të mirën. Ka dhe rol edukus? Edukus nuk do thoja, por ti deri diku pa dashje disa gjëra, për shembull duke shuar disa paragjykime, nuk e ka qëllim ndoshta edukimin, dhe çdo gjë që ne shohim në Instagram, që lexojmë, aq më tepër programe që kanë audienca të mëdha. Ti ke mundësi që të japësh disa mesazhe, dhe unë mendoj që pavarësisht etjes për klikime për para, që e kuptoj këtë gjë, që njerëzit që kanë madje gjithmonë duan të kenë dhe më shumë, është shumë bukur që shoqëria qoftë edhe me pak elegancë nga pas, unë kështu e kam parë që ka qenë një përzgjedhje e organizatorëve që t'i fusin të gjithë ngjyrat e shoqërisë. Pra, ndoshta se keni patur qëllim vetvete për të thyer një tabu, apo por pasqyrimi i realitetit. Pa paragjykim. Po, dhe në fund njerëzit gjykojnë karakterin. Çfarë pëlqejnë më shumë sipas teje njerëzit? Dramën, manipulatorin, humoristin, të dashuruarin, strategun? Nga eksperienca jote, cili funksionon më shumë te njerëzit? Kë pëlqejnë njerëzit? Të gjitha nga pak, por mbi të gjitha njerëzit pëlqejnë emocionin. Mu që mund të jetë edhe drama, edhe humoristi, po ai që ngjall emocione. Karakteri që ngjall emocione, atë e pëlqejnë. E ndërton njeriu fatin e vet, është në gjendje apo disa gjëra i kemi të shkruara, ke ylli në ball edhe asgjë s'do ta pengoj. Ku peshon ti? Unë mendoj se kam qenë shumë i përgdhelur nga jeta. Nuk e di nëse është fati, por besoj që ka diçka që është e shkruar në jetë, sepse ne ku të vim ndoshta në këtë jetë e kemi të përcaktuar paka shumë rrugtimin, pastaj degëzimi varet nga veprimet edhe vendimet tona që i bëjmë në disa pika kyçe të jetës. Dhe deri më tani gjithçka ka rezultuar shumë mirë, prandaj them që është pak fat. E vlerësoj. Çfarë është për Alaudinin lumturia? Paqja,
pacha me veten. Dhe në fakt, dashnia që ti mund t'ja dhurosh vetës. Sepse në momentin që ti ke dashni për veten, e do veten, ashtu si që je i gatshëm edhe me shpërnda. Dhe kjo si e lumturi. Përgjigje shumë simpatike, sepse në fakt thellë të gjitha problemet që vinë edhe nga njerëzit që nuk janë rehat me veten e tyre. Një njeri i rehatuar, i konfortuar në shpirtin dhe trupin e vet, ka vetëm mirë për të bërë. Po nuk është edhe shumë e lehtë me qenë gjithmonë me dash vetën. Ka momente, ka dhe ditë që është e vështirë, por është pjesë e jetës. Ka dhe raste kur vetja nuk e meriton ta duash. Ka ndonjë rast që duhet edhe ta kritikosh veten dhe ta përmirësosh, ta korrigjosh. Po, a duhet me kritikuar shumë veten, sepse kjo ka qenë ajo problemi i Alaudinit deri në moshën 25 vjeçare. Po dukemi duhet të jemi brezi gjenerata ne. Super kritik, i pakënaqur, duke mos shiju asnjë sukses aq sa duhet. Pse mos më shiju, sepse është e momente. Gjithmonë what's next? Çka tjetër? Çka tash? Mirë, kjo u arrit, çka tash? Po si duket gjithçka është me kohën. Dikujt gjërat i vinë shumë më shpejt, edhe i ezauron më shpejt. Dikujt edhe më ngadale. Jeta ime si më ka trajtu dhe si më ka orientu, apo e kam orientu dhe veten është në mënyrën më të duhur të mundshme. Ka vite që jam shumë i lumtur në ata se çfarë bëj. Në ata që jam papardon qenurit vetvetja, në ata si çfarë dua dhe çfarë nuk dua, dhe si e balancoj dhe menaxhoj jetën time, profesionale, private, por edhe kënaqësinë duke mos e lënë anash. Dhe për këtë, jam shumë falenderues se thash edhe Ylkës, që tash na edhe Ylkës, sepse bashkë këtë rrugtim po e bëjmë, sikur me qenë një çift i ri. Po jeni çift i ri? Po, një çift i ri jo i martuar, po i cili është në lidhje. Sepse në momentin që përmendet fjala martesë, për mua është pak a shumë ngulfatëse. Si e përfytyron ti veten tënde pas një dekade? Duke prezantuar një Big Brother? Jo. Nuk e shoh veten në televizion, them drejtën. Synimi jam për të ardhmen është që të largohem nga televizioni, ndoshta edhe të shpërngulem në një vend bregdetar, që të bëj jetë shumë të mirë dhe mos të ndal festat. E dashuroj muzikën elektronike. Organizon kështu party festave? Organizoj dhe udhtojmë gjithandej, gjatë gjithë kohës. Edhe kjo më bën gjallë. E shoh Alaudinin prap edhe në moshën 55 vjeçare, si 50 vjeçar, por me një shpirt shumë të ri. Tani, suksesi, fama, sigurisht që nuk janë njëjta gjë, se suksesi ndonjëherë do shumë punë, fama ndonjëherë do vetëm 3 minuta. Edhe ka që kanë aftësi ta kthejnë sukses dhe ta mbajnë, ka që e humbasin. Po, nëse ti je në jetë publike, je i suksesshëm, po je i famshëm, je njëri publik. Është një moment ku bashkohen këto të dyja. Dhe njerëzit, kur janë anonim, duan bëhen dikushi, edhe dikushin e shohin si një statur publike, po kur e kanë pastaj bëjnë gjithçka për t'i ikur famës edhe kostove dhe çmimit të famës, sepse nuk është e lehtë dhe kërkojnë privatësi, po është një gjë që e kanë humbur për gjithmonë. Si ke bashkëtuar ti me famën tënde? Kam bashkëtuar në harmoni totale. Vetëm për faktin që në vendin ku punoj, ku jetoj, i cili është i vogël, nuk e kam konsideruar si një gjë të madhe që tash unë jam kush e di ku, e kam cilësuar thjesht si një profesion, vetëm që është të jesh i famshëm, sikurse profesione tjera. Prishtina është vend i vogël, nifesh me të gjithë. Nuk ka arsye që ti të fillosh në kokën tënde të krijosh iluzione për famën dhe atë se çfarë mund të mendojnë njerëzit dhe si mund të afrohen dhe ti që të izolohesh. Nuk kam dashur kurrë me bë këtë izolim. Tash, këto 3-4 vite me Big Brother, ekspozimi është më i madh. Po megjithatë, është energjia që ty, kudo që të ecë rrugës e kado, nëse je i hapur, nuk
pengon, asgjë nuk pengon. Ka njerëz që vinë, flasin, duan të fotografojnë, është në rregull. Por kjo nuk duhet pengoj me pa punën si punë, e jo si diçka glorifikuese, sepse nuk e shoh televizionin glorifikues në trevash që folse. Pavarësisht ndoshta këtu mund të jetë e kundërta, unë e shoh shumë normal. Po, edhe vlerësoj këtë vetë përmbajtje. Po. Po ndoshta edhe fakti që ke qenë i njëjti njeri, në fillim the e kam zgjidhur duke qenë i njëjti Alaudin. Po. Nuk ka role, jam i zhveshur nga role dhe e kam zgjidhur, e vërtet është pak e lodhshme, po në fund fare të çliron dhe të jep mundësinë të jesh vetvetja. Dhe kjo pastaj nuk është shumë e lodhshme, nëse ti ke një raport transparent me veten dhe me publikun që të ndjek, me njerëzit e tu. Je natyrë që ju përgjigjesh njerëzve kur të shkruajnë, përpiqesh të jesh afër njerëzve? Me raste. Me raste. Po. Jo, nuk ja del dot me të gjithë se është e pamundur. Nuk ja del dot me gjithë, me raste. Nuk jam as hermetikisht i mbyllur që bëhem kështu, nuk po i shoh, i lexoj, i bëj gjitha, dikujt i përgjigjem, pavarësisht prej moodit në të cilën jam. Thej që do ke një plan ndoshta në të ardhmen përveç se duke bërë festa dhe duke dëgjuar muzikë elektronike, duke shijuar me yllkën tënde dhe fëmijët e tu. Thej për një vend benediktar. Shqipëria është në plan? Ke Durrësin, Vlorën? Jo. Spanja. Po. Këtë nuk ma ka thënë asnjë zog. A jo? Jo. Kjo është ëndër. Kështu që po e ndroj që ndoshta edhe të realizohet në të ardhmen. Si çdo TikToku po e manifestoj. Fëmijët janë rrit. Okej. Edhe pak vite edhe Eva bëhet 18 vjeçe, kështu që besoj është momenti që pastaj të bëjmë edhe një finale në Spanjë. Një finale në Spanjë edhe që ta rikrijojmë edhe një herë jetën. Sepse brenda kësaj jete që kemi është shumë mirë që në fakt të jetojmë shumë jetë. Edhe unë mendoj që kam pas fatin që të jetoj shumë jetë të ndryshme brenda kësaj. Qoftë me role, qoftë me epitete, qoftë edhe me eksperienca. Se mos vazhdojmë ende tutje. I dashur Alaudin, sa po i vure vullën këtij podcasti me shumë jetët e tua, ta vë titull? Është shumë jetët e Alaudinit? Gjithmonë fantastike, kështu që. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.